Në mbledhjen e ardhshme të qeverisë pritet miratimi i draft ligjit të ri për kthimin dhe kompensimin e pronave. Në një intervistë për Ora News, avokatja e shtetit Alma Hicka deklaron se ligji ka për synim të japë zgjidhje përfundimtare problemit me pronarët. Në dijenin time, drafti, domethënë, është paraqitur nga Ministria e Drejtësisë javën e kaluar në Këshillin e Ministrave. Kjo do të thotë që nëse nuk do të kaloj në këtë mbledhje të qeverisë, do të kaloj në mbledhjen e ardhshme të saj. Pra është diçka shumë e shpejtë. Sipas avokates së shtetit, janë 26.000 vendime të njohura për kthim apo kompensim të pronave. Për pjesën e kompensimit, fondet janë parashikuar të ndahen më këste për pronarët gjatë viteve të ardhshme. Ligji i ri i paraqitur, draft ligji i ri, synon pikërisht këtë. Synon që 26.000 vendime të cilat për 20 vite kanë mbetur në letër, t'u jepet një vlerë ekonomike dhe të filloj pagesa e tyre në këste për 10 vite rresht me radhë. Ekzekutimi 26.000 vendimeve do të bëhet nga Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, ndërsa ky institucion në bazë të ligjit të ri do të ketë 3 vite kohë për të shqyrtuar 9.000 dosje që presin aktualisht në sirtaret e këtij institucioni.